Atëherë Jezu, është e vërtet që unë lëndohem në darkë, si trup, si fizik, si objekt, po sepse ju ishi na shihnin si objekt, po në shpirt lëndohet fuqia. Mos e haro, ta kam thënë dhe ta përsëris. Nuk më keni lënduar mua, keni lënduar fuqinë. Memoria nuk reagon, nuk e dëgjoj fare. Po, memoria është zgjuar shumë vonë. Është zgjuar shumë vonë tani. Kur fillova të flisja për të shkuarën e saj, të kaluarën e saj. Mund ta ketë zhvilluar edhe vetë fuqia. E heq fuqia se Arketa s'duhet të rëndohet nga truri. Të ketë kujtime të vështira, të shumtuara. Jam e bindur që ka një rol të rëndësishëm pavarësisht se më ka shumtuar shumë me juve. Për atë që lëndon më shumë nuk jam unë djalë. Fuqia është në trupin tim. Ti keni nxjerr video ndoshta janë fallco që u bushty Jezui, u vra Jezui nga Arketa Vesiu, nga kjo. Ndoshta janë falso, ti i bukur Jezu, i ëmbël Jezu, puthja Jezu. Mund të duan gjithë femrat dhe të dëshirojnë të puthin. Dhe ti i lejove dhe nuk u bushtyve. Por çfarë taksirat kam unë që ti të më poshtorosh? Mos marr një puthje, mos kem një të dashur. Të ndërroj 50 vite për një burr, po 50 vite s'ka rëndësi se isha fëmijë. Po përderisa më ke kthyer të vogël do të thotë që unë humba gjithë ëndrat e mia, gjithë shpresat e mia. 50 vite pa bukë, pa rrogë. Po kisha nga në Natalia, po ata ishin varfër. Po do bënin shtëpi. Do bënin shtëpi dhe një rrogë ishte që duhet hanin familja, po s'isha vetëm unë, ishin 5 veta. 5 pjesëtar familje me një rrogë. Gjithë jetën me një rrogë, sepse një rrogë i kushtoi shtëpisë. Mami ndërtonte shtëpinë. Kjo ishte varfëria. Po është pak ironike. Arketa kishte gjithçka, ndërtonte miliarda shtëpi. Për një javë apo për 2 muaj, ndërsa në Natalia gjithë jetën një rrogë e ka kursyer për një shtëpi të vogël, që ishte 3+1, po të vogla fare dhomat. Shumë të vogla, sikur t'i shkrepse. Po, nuk e di, jam shumë shekullore, nuk më intereson fare, po flas sikur t'ishte shumë shekullore. Keni parë Kafkën 100 herë, keni thënë që jam Arketa Muka. Shumë shekullore. Nga shtylla kurrizore dhe që është si plak. Tregon që unë jam veçantë, nuk jam si tjerat. Nuk e di ka plak. Shtyllë kurrizore si e imja? Jam e bindur që nuk ka. Kjo është përbërja ime që është pak e veçantë. Ndoshta kam nga që kam hëngur dru shpesh, se di ndoshta. Ndoshta edhe nga kjo, po s'besoj se janë gjitur ato. Dukeshin që janë me harka. Është atëherë kam hëngur dru shumë. Po unë jam përbërje që më keni dhënë dru në gjumë. Gjumashe që ka hëngur dru. Por këto 4 vite ke ofenduar shumë fuqinë, nëse më ke bështyr mua, nuk më ke bështyr mua. Ke bështyr fuqinë. Prandaj nëse të ka bështyr 3 herë fuqia, nëpërmjet meje, apo ka qenë Leta, sepse Leta shpirtëzeza ngarkon shumë trurin, nuk e di. Mirë ta ka bërë. Nëse ke qenë ti. Ke kputur kokat e fëmijëve, pas ke qenë ti. Kush ka qenë? Ka qenë arab. Nëse. Pra ke lënduar shumë fuqinë, qelizë. Prandaj dhe kjo s'çan kokë më lën të shumtohem, të shkatrohem. Ka kuptuar që jeni shumë të çmendur. Të parashtyeshëm. Kriminala të ndyrë. Jeni tallur me mua sepse ti ke forcën në Jezu, mund t'i bësh gjithë të duan edhe kur i vret. Po, mund t'i bësh të duan kur i vret. Unë jam e bindur që po t'je më afër teje, nuk besoj se do afrohem. Nuk do afrohem nëse kam një të kaluar të shumtuar me ty. Qoftë dhe 10 vjeçare apo shumë shekullore. Por nga larg do të them gjithmonë të dua. Po nga larg. Nga larg shpirt do të them gjithmonë të dua, Jezu. Të dua shpirt. Por nuk besoj se do të afrohem ndonjëherë. Sa herë që të them të dua do largohem çik më shumë. Dhe po shpresoj të largohem për gjithmonë. Këtë i them dhe Jurgenit dhe Infinitit. Mjaft më poshtruat. Me ato që keni formuar vetë shtrigat.
janë krijuar nga dur debili. Sepse aple më urrej ti gjoja, jeni mësuar të urrejni njerëzit pa arsye, vetëm se është pak më i zgjuar se tjetri. Sigurisht, nuk i eci aples që shumëtonte njerëzit me helme, Alketa i rigjeneronte. Aple shumëtonte, Alketa i rigjeneronte. Çfarë do i ndodhi aples? Ti je zgjuar më shumë se unë, ti më mund të gjithë punën time. Dhe kështu filloi të më urrente aple derisa më mori zarfet. Mbas zarfeve filloi të më shqyej sepse su ngop. Po i pa epur për të urryer Alketën sepse jep mundësi Zoti. Këto janë fëmijët e Zotit, që jep fuqi Zoti, bëhen të pa skrupullt deri në palc. Nuk ka futur fuqisë së rajsi në palc, të pa skrupullt deri në palc. Dhe nuk u ngop, edhe su ngop duke më shqyrë me ajse, me helme, me lloj smundjesh, nuk u ngop se unë rezistova çdo lloj smundje dhe më deformon o më shqyen trurin ose ka. Se kur do më ketë limit truri i fëmijëve të Zotit, që i ka dhënë fuqi Zoti, unë nuk e di. Unë jam të merruar nga fëmijët e Zotit që s'kan limit duke të shqyer shpirtin, sepse ti e sfidove. Unë nuk të sfidova djalë, unë mbijetova. Ti mund ta quash sfidë sikur të luftova ty. Unë nuk luftoj askënd në botë, aq më tepër fëmijët e Zotit do ikin 1 miliard metra larg. Sa herë që të them të dua ose të urrej, do ikin 1 po edhe kur të urrej, do të them, sepse ty të kam thënë gjithmonë aple të urrej, do të ikin 1 miliard metra larg, po arrita. Po më jep zarfin, pra më jep zarfin që tiki, sepse ti më zotron mua vetëm atë dreq lekun. Unë nuk kam kartën që tiki. Më jep zarfin e volotit, mjaftë mbaj do pasanikët e dreqit, sepse jeni gjithë me thesaret e Zotit Diell. Nuk ngelni as pa bukë, jeni milioner, se nga Alketa, se pa Alket, se i zbuloj Alket, nuk ka rëndësi fare. Jepni Alketës vetëm zarfin e volotit. Merrni çdo pronë të Alketa Mukës, nuk i dua as kështjellat, as shtëpiat. Jam lodhur nga smundja skicofrene juaja. Unë komandoj dhe vrit të bjerë shpirtin dhe bështy. Kjo fuqi nuk ju duron dot, prandaj toleron, e lën Alketën shumëtohet në ekstreme. Se mendon që duke më shumëtuar mua, ju do largoheni. Dhe unë i them në 2018 më kthyen kufon plak 2000 vjeçë. Ha më lëshuan më i fuqi. Mos prano të jemi shumëtuar, sepse ata bëjnë edhe më keq, edhe më keq, edhe më keq, edhe më keq, dhe s'do kemi as me marr frym, vetëm do jemi si ato karnavalet e varur në një dru ose dru pisha ose dru, se nuk e di çat druri tjetër, reklam që shisi ç'pun bën duri, si kukullat njerëz që nuk i dhimbet askujt që ajo kukull është gjithë gjak dhe gjoja është kukull. Pra kemi arritur kulmin me fëmijët e fuqive deri në alarmet pa ndjenjë në ekstreme. Jezu, të lutem, kam shpirt, kam xhan, kam jetë. Na shpëto nga ky tmerr i durit aples që të kanë shqyer trurin dhe punon dhe ti si ata. E di që nuk je në nivelin e tyre dhe nuk ke qenë egoist, ajsa të shqyesh palcën apo të shumëtosh tjetrin deri në atë pikë sa ai të ulë rast dhe ti mos ndihesh dhimbje. Nëse ka arritur deri në këtë pikë, këto 50 vite do thotë që ne do marrim fund dhe kam marrë fund. Unë kam marrë fund ose ti do më marrësh natën. Dhe do më përshtysh se përshtyva Alketa Mukën. Alketa Muka është në gjumë, të thellë. Memoria herë është zgjuar, herë e pa zgjuar, sepse ajo torturohet shumë kur është zgjuar, po shtroni jashtë mase. Prandaj Jezu të lutem. Dashuria të gjithëve.